Legalizimi i banesave informale vijon të mbetet një mjet politik i përdorur nga partitë në pushtet për të ndikuar zgjedhjet. Të dhënat e faktuar epikal tregojnë se ky proces i nisur në vitin 2006 ka shërbyer si një mekanizëm për të orientuar votën në favor të qeverisë së radhës. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike si dhe Lëvizja Socialiste për integrim gjatë qeverisjes së saj kanë intensifikuar shpërndarjen e lireve të legalizimit sidomos në muaj para zgjedhjeve. Eksperti zgjedhjeve dhe drejtuesi KRIIK Albania Premto Gogo thekson se ky fenomen ka qenë i vazhdueshëm duke krijuar një avantazh elektoral për partitë në pushtet. Ai nënvizoi se përdorimi i burimeve publike me qëllim elektoral ka ndikuar në deformimin e vullnetit të votuesve. Ky veprim bie ndesh me kodin zgjedhor i cili ndalon reklamimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të pronësisë gjatë fushatave. Një shembull konkret u pa në qershorin e vitit të kaluar kur Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, shpërndau certifikata pronësie në imar përpara zgjedhjeve të pjesëme lokale, duke shoqëruar këtë veprim me mesazhe elektorale në favor të kandidatit të Partisë Socialiste. Por 34 vite shumë banor nuk kishin mundur të siguronin dokumentacionin për pronët e tyre, por kjo ndodhi vetëm në prag të zgjedhjeve. Të dhënat nga ASHK tregojnë se arritja e ndjeshme e lejeve të legalizimit ndodh kryesisht në vitet zgjedhore. Pavarësisht ndryshimeve politike, kjo praktik është ndjekur nga të gjithë qeveritë që nga viti 2006. Raportet zyrtare evidentojnë se 29% e ndërtimeve të vetdeklaruara janë klasifikuar si të palegalizueshme, por në disa raste këto objekte kanë përfituar dokumenta pronësie në periudha të saktuara elektorale. Megjithatë, ligji ndalon keqpërdorimin e funksioneve shtetërore për përfitime politike, mirëpo ky fenomen dijon pa ndryshim, duke minuar besimin tek proceset zgjedhore dhe tek institucionet shtetërore.